Ja si të largoni kollën dhe të pastroni mushkëritë nga gëlbaza me këto receta natyrale të gjyshes. Një nga problemet kryesore të ditëve të sotme janë edhe problemet e frymëmarrjes, të cilat kërkojnë një vëmendje të veçantë për të përmirësuar dhe lehtësuar komplikacionet e tyre. Ndotja, zonat e këqija të mjedisit janë arsyet kryesore të problemeve të mushkërive. Për afërsisht 65 milion njerëz vuajnë nga sëmundjet kronike pulmonare. Megjithatë, kjo nuk do të thotë se nuk ka asnjë mënyrë për ta mbajtur këtë organ të shëndetshëm. Mushkëritë kanë aftësi magjike për të riparuar veten. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe. Do të na ndihmonit shumë. Por do t'ju duhet gjithmonë të bëni kujdes në përpjekje. Në këtë video do të rendisim disa këshilla sipas ekspertëve të Healthline që ndihmojnë në lehtësimin e mushkërive tona. Pini pije pastruese. Është e rëndësishme të dini se përmirësimi i mushkërive fillon diku nga 2 javë deri në 3 muaj. Pra, pas rreth 1 muaji duhet të ndiheni shumë më të shëndetshëm. Në këtë rast ka disa pije që mund të ndihmojnë në reduktimin e mukusit dhe detoksifikimit të këtij organi. Mjalti me ujë të nxehtë, ujë me limon, çaj i jeshil, lëngu i karrotës, shafrani, indiz dhe xhenxhefili. Pijet me banane, spinaq dhe manafera janë të shëndetshme për të përmirësuar punën e mushkërive. Gjithashtu përdorni terapinë me krip. Është një nga alternativat më të mira për të lehtësuar frymëmarrjen. Terapia me krip është thithje e ajrit, gjithashtu edhe grimcave të kripës. Quhet haloterapia dhe është një trajtim alternativ për problemet të mushkërive si astma, bronkiti dhe kolla. Duhet të bleni krip Himalaje dhe ta përdorni atë në shtëpi. Përdorni vajin e rigonit. Vaji i rigonit është një nga dekogestat natyrale. Për ta përdorur këtë përzjeni 50 me 50 vaj rigoni dhe vaj bajame. Ju duhet vetëm 2 pika në gjuhë. Më pas mbajini për 3 deri në 5 minuta dhe lani gojën me ujë. Për të ndjerë efektet duhet ta bëni 3 herë në ditë për 1 deri në 4 javë. Bëni banjo të ngrohta jo më shumë se 3 herë në javë. Për të marrë frymë më lehtë mund të bëni një banjo të ngrohtë. 2 deri në 3 herë në javë janë më se të mjaftueshme për të shmangur problemet e lëkurës. Gjithashtu banjo nuk duhet të jetë shumë e nxehtë, por të jetë në temperaturë të rehatshme për trupin. Shmangni disa nga produktet. Filloni të konsumoni ushqime detoksifikuese antiinflamatore si ushqimet pikante, rrepkat dhe barishtet. Është e rëndësishme të mbani mend se disa ushqime rrisin mukozën në mushkëri, si produktet e qumshtit, duke përfshirë djathin, gjalpin, koshin, kefirin dhe qumshtin. Pastroni vazhdimisht gjuhën. Për të mbajtur mushkëritë tuaja më të shëndetshme, duhet të mbani nën kujdes shëndetin oral. Ne mund të pastrojmë dhëmbët si duhet, por harrojmë gjuhën tonë, e cila është gjithashtu e rëndësishme për të shmangur grumbullimin e bakterieve. Bëni ushtrime të frymëmarrjes me buzë të mbledhura. Këto ushtrime çlirojnë ajrin e bllokuar të mushkërive, përmirësojnë ventilimin dhe shkaktojnë relaksim të përgjithshëm. Relaksoni muskujt e qafës dhe shpatullave. Tamni merrni frymën ngadalë përmes hundës, por mbajeni gojën mbyllur. Mbledhini buzë dhe filloni të merrni frymën ngadalë duke marrë deri në 4. Praktikojeni këtë teknik 4 deri në 5 herë në ditë. Bëni ushtrime për të pastruar mukozën në mushkëri. Shtrihuni në shpinë dhe përkulni këmbën e djathtë. Pastaj ktheuni në mënyrë që të jeni në anën tuaj të djathtë. Rrotulloni pjesën e sipërme të trupit dhe vendosni në dysheme pozicionin shtrirë. Përkulni krahët e majt në nivelin e shpatullës. Tani ktheheni kokën në të djathtë. Pozicioni duhet të jetë i rehatshëm dhe ju do të ndjeni edhe lehtësime. Mbajini këtë pozicion për 30 sekonda deri në 1 minutë dhe përsëritjeni edhe nga ana tjetër. Kështu do të përmirësoni edhe shëndetin tuaj të mushkërive. Përkujdesja ndaj mushkërive është një hap i shkëlqyer për të mundësuar mbrojtjen nga komplikacionet të ndryshme. Në këtë video do të mësoni për ushqimet më të mira për t'i përfshirë në dietën tuaj, të cilat ndihmojnë në detoksifikimin e këtij organi. Sipas Healthyside, këto janë ushqimet më të mira që të cilat duhet i shtoni në dietën tuaj për të përmirësuar ndjeshëm edhe shëndetin e mushkërive. Në dietën tuaj mund të shtoni përfshirjen e çajit jeshil.
Ekspertët rekomandojnë vazhdimisht pirjen e çajit jeshil, sidomos përpara se të shkoni për të fjetur. Kjo do ju ndihmojë ndjeshëm në pastrimin më rrënjësor të mushkërive dhe do të mbajë larg edhe komplikacionet e tyre. Gjithashtu çaji jeshil kombinohet shumë mirë me xhenxhefilin, lëngun e limonit dhe mjaltin. Lëngu i limonit. Sipas të dhënave, lëngu i limonit është shumë i pasur me antioksidant dhe acid folik. Pini ujë me lëng limoni çdo mëngjes me stomakun bosh. Lëngu i buronicës së kuqe ose ananasit. Këto fruta janë të pasur me antioksidant dhe lëngun e tyre mund ta pini çdo ditë mes vakteve ose gjatë drekës. Nëse po përpiqeni të pastroni mushkëritë, atëherë shmangni pije të gazuara dhe ato alkolike. Lëngu i karrotës. Karrota është e pasur me beta-karoten, vitaminën A, vitaminën K, C dhe B. Lëngu i saj rrit nivelin alkalinës në gjak. Studimet kanë konfirmuar se disa karrota në ditë ulin rrezikun e sëmundjeve të mushkërive. Xhenxhefili. Xhenxhefili është një aleat i mirë kundër sëmundjeve të këqija. Ai lehtëson eliminimin e sekrecioneve bllokuese të mushkërive. Ushqimet e pasur me antioksidant gjithashtu janë shumë të mira për shëndetin tuaj të mushkërive. Spinaçi, frutat e pyllit, brokoli, peshku dhe rrushi janë ndër ushqimet më të pasur me antioksidant që forcojnë imunitetin, kapacitetin e mushkërive dhe frymëmarrjes. Përbërësit organik të rigonit përmirësojnë frymëmarrjen dhe çlirojnë mushkëritë nga bllokimet prej sekrecioneve. Mund t'i përdorni si çaj ose edhe si element tjerëbimor. Është e rëndësishme që nëse gjendja juaj është e rëndë, ta adresoni tek mjeku për të marrë një trajtim akoma më të specializuar. Stina e virozave gjithashtu mund të ndikojë edhe në përkeqësimin e shëndetit tuaj. Një nga problemet më të mëdha është vështirësia në frymëmarrje. Prandaj, atëherë në dietën tuaj duhet të filloni të ndryshoni edhe teknikat e menaxhimit të gjendjes suaj, pasi vetëm kështu do ta keni më të lehtë të kontrolloni gjendjen dhe të pastroni gjithashtu shëndetin tuaj në mënyrë të rregullt. Lerini mushkëritë të bëjnë pushim. Për 3 ditë nga problemet të ndryshme që shkaktojnë atyre, do ta keni më të lehtë të përmirësoni frymëmarrjen dhe gjithashtu të mbani larg edhe bllokimet që mund të shkaktohen nga ushqyerja e gabuar. Prandaj edhe ftohja dhe temperaturat e ulta mund të shkaktojnë komplikacione të tyre. Stina e virozave shoqërohet me një sër simptomash problematike siç janë rrjedhja e undëve, kolla të shtima, sekrecionet e tepërta. Këto të fundit duhet të largohen nga rrugët e frymëmarrjes me shpejtësi dhe në mënyrë efikase. Receta në këtë video ndihmon në mënyrë efikase problemet e virozave dhe largon dhe lehtëson sekrecionet. Receta sugjerohet sipas bërit saj dhe ka 3 përbërës: mjaltin, limonin, gjithashtu edhe xhenxhefilin. Të 3 këto përbërës forcojnë imunitetin, eliminojnë sekrecionet dhe mbrojnë gjithashtu shëndetin. Receta ka nevojë për këta përbërës: një copë xhenxhefil rreth 2 cm, 100 ml ujë, 100 g mjalt dhe 4 lugjedhe lëng limoni. Pasi siguroni përbërësit, filloni me përgatitjen e kësaj recete. Zjeni xhenxhefilin në një çajnik me ujë për 10 minuta, më pas i dheni në një filxhan dhe e lini të ftohet. Shtoni mjaltin dhe limonin dhe më pas e lini përbërësin të ri gjatë gjithë natës. Këshillohet që në mëngjes të filloni të konsumoni pjesën e mbetur dhe fusni në frigorifer për ta konsumuar në vijim. Përdorimi i kësaj recete. Ju duhet të pini 40 ml nga ky lëng çdo mëngjes përpara se të konsumoni ushqimin. Përsëriteni recetën dhe nëse e keni të nevojshme, e përdorni atë vazhdimisht. Por nëse merrni medikamente dhe gjendja juaj është e rënduar, konsultoni me mjekun për çdo ndryshim të mundshëm. Mjalti është i fuqishëm kundër mykut, virozave, bakterieve dhe inflamacionit. Ai përmban antioksidantë të shkëlqyer që rekomandohen kundër alergjive. Sipas LT-sait, mjalti forcon imunitetin dhe ju ndihmon në pastrimin e mushkërive dhe në qetësimin e fytit. Në kombinim me xhenxhefilin dhe limonin, në një recetë mjaft të mirë ushqyese për shëndetin tuaj të mushkërive, do t'jetë një zgjidhje shumë e mirë për të bërë vazhdimisht pjesë e dietave tuaja, sidomos gjatë sezonit të virozave. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet të mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.